Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Bledi Çuçi, shpreh mirënjohjen dhe falënderimet për fitoren e thellë në qarkun e Vlorës. Bashkë me pritjen e bukur e shpresë plot të konfirmimit zyrtar për mandatin ton të nëntë, teksa vijon numërimi votave të diasporës, kam disa fjalë zemre për mbi 53.000 votues në Vlorë, Sarand, Himar, Selenic, Delvin, Konis, Pole, Finiq, e nis postimin e tij në rrjetet sociale drejtuesi politik i Partisë Socialiste. Faleminderit për besimin, faleminderit për çdo përqafim, për çdo ide dhe për inkurajimin e jashtëzakonshëm që na dhat përgjatë këtij rrugëtimi sfidues të Shqipërisë Europiane. Mirënjohje për të gjitha strukturat e Partisë Socialiste, për antarët, simpatizantët dhe aktivistët tanë, kryetarët e organizatave, kryetarët e bashkive dhe çdo tjetër që u përfshin në një fushat të shkëlqyer, plot energji e frymëzim për ëndrrën tonë europiane. Thellësisht mirënjohës edhe bashkëdhetarëve tanë në diasporë që konfirmuan me votë Partinë Socialiste si të vetmen forcë transformuese që ka sjellë progres, që i dha kuptim kohës shqiptare dhe që i ngriti kokën Shqipërisë në sytë e mbar botës, thot Çuçi. Faleminderit komisionerëve dhe numëruesve për të gjithë përkushtimin dhe seriozitetin e treguar përgjatë këtij procesi. Në fund, por jo nga rëndësia, falenderoj me zemër të gjithë strukturën tonë të kandidatëve në qarkun e Vlorës. E çmoj shumë të gjithë punën tuaj për të mbledhur çdo votë, për të maksimilizuar rezultatin për Partinë Socialiste dhe për të krijuar një shumicë të zëshme nga Novosela në Konispol. E gjithë kjo përpjekje ja ka vlejtur, teksa ne po shkojmë tashmë pa kthim drejt zyrtarizimit të një rezultati historik në qarkun e Vlorës me plot 9 mandate për Partinë Socialiste. Deri atëherë kur të mbarojë së numëruari edhe vota e fundit nga diaspora, përqafime të gjithëve dhe faleminderit, përfundon Çuçi. Ndërkaq drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Bujar Leskaj, teksa po hynte në mbledhjen urgjente të thirrur nga lideri demokrat Sali Berisha, mbrëmjen e të mërkurës e vuri theksin tek makineria shtetërore e qeverisë Rama për të ndryshuar vullnetin e zgjedhësve. Leskaj pretendoi se Partia Demokratike i ka denoncuar të gjitha makinacionet e qeverisë përpara zgjedhjeve dhe u përpoqën që t'i luftonin. Humbjen e thellë në qarkun e Vlorës? E para kjo është një humbje rrjedhoj e një makinerie të pistë elektorale të Ramës që përdori gjithë resurset. Po nuk është kjo çështja, natyrisht ne do ta analizojmë. Ne do ta analizojmë mandatin e 4 e humbëm nga votat e diasporës. Do ta analizojmë me përgjegjësi, me përgjegjshmëri, me ndershmëri, me korrektesë. Por nuk duhet të harroni Rama ka prishur çdo raport institucional në Shqipëri. Ka shkatruar institucionet e shtetit, i ka vënë në shërbim të zgjedhjeve, i ka vënë në shërbim të një fushate jo të drejtë, jo të ndershme. Kjo është pasoja më e rrezikshme për shqiptarët. Unë jam krenar për gjithë demokratët e Vlorës, për qindra mira të rinj, për ata të rinj, për ata demokratë qendrestar që mbrojtën votën, luftuan për votën, numëruan votat, vazhdojnë dhe tani që punojnë për demokracinë, për PD-n. Zoti Leskaj, ju keni qenë drejtues i lartë i shtetit shqiptar. Keni drejtuar KLSH për disa vite. Këto që juve thoni, pra përdorimin e administratës dhe të gjitha akuzat që bënin ndaj maxhorancës, a nuk i dinit përpara zgjedhjeve? I dinim, i kemi deklaruar, i kemi shkruar, edhe në pozicionin u përpoqem, kemi luftuar, të gjithë duhet të luftojmë. Kundra sektit Rama që mos të shndrohet, ai shndruar tashmë në regjim, po që të mos na nënshtroj të gjithëve, duhet të bashkohemi të gjithë, edhe ju si gazetar. Ju e keni bërë dhe unë ju falenderoj, po duhet të bashkohemi të gjithë dhe duhet të gasmoni pak edhe ata pronarët tuaj shërbëtor të Ramës. Leskaj, zoti Leskaj. Nuk e keni betejën me pronarët e mediave, zoti Leskaj. Betejën e keni me maxhorancën socialiste. Nëse shikoni betejën me televizionet, atëherë keni të humbur. Po jo më e ke gabim. Ku shpreh unë betejë me televizionet? Përkundrazi unë kam respekt. Në veçanti për ju si gazetar. Në 2021-shin do të përgjigjës Lulzim Bashën për humbjen e zgjedhjeve. Tani do mbani përgjegjësi për humbjen e zgjedhjeve? Që ky është një Putin i vogël, ne duhet të bëhemi të gjithë bashkë. Për Shqipërinë. Do të takoj Macronin pas nesër. Po s'ka rëndësi, edhe Putin në mathe takon Macroni. Janë takime normale. Pa nisur me fushatë elektorale, ju ikën nga forumi rinor i Partisë Demokratike, jo pa. Jo, ata kanë qenë 3-4 veta, ata ishin, po. Si drejtues politik i qarkut për shkak të gjithë lajmeve. Ata të rinj i bleu Rama në një proces korruptiv dhe ishin